Atëre, po kthehemi tek ajo rubrika që unë e quajta anti-suksesi. Pra, për të mos u dukur se ne po promovojmë suksesin dhe po krijojmë idenë që ky terreni shqiptar është një terren fertil apo ka gjithë humusin, ka gjithë mbështetjen e duhur për të prodhuar sukses. A kam drejt të flas për një anti-sukses, profesor, gjuhësisht dhe konceptualisht apo jo? Mirë është, po duhet i verifikojmë gjërat gjithmonë, është e nevojshme, po unë nuk jam, u them që mi mirë dështimi, mund ta quajmë dhe dështimi, për shembull se në shkuptim anti-sukses, unë mund ta quaj dështim se i hyn një punë dhe se bën dot, se nuk e përgatitur mirë për këtë problem, nuk e ke konceptuar mirë, nuk ke vlerësuar mirë forcat e tua, energjitë e tua, ose i ke mbivlerësuar ato. Edhe nga kjo vina e dështimi ose mos suksesi, që thoni ju, po duhet folë për gjëra konkrete, në çfarë fushë. Ja, të prandaj, ky është esenci i kësaj rubrike. Pra unë dua që me të ftuarit e mi të identifikoj ato pengesat të vetëdijshme për individin, për familjet, për kombin, për të arritur të suksesi. Pra, këtu dua që të pyes juve, cilat janë pengesat që, po themi që has në rrugën e tij një individ, ky komunitet, ky kom për të shkuar tek sukses. Në këtë periudhë të jetës sonë kombëtare, pra në shekullin e 21. Sipas meje, njeriu nuk ka gjë që nuk e arrin. Është ajo që nuk duhet marrë veten time, çfarë kushte unë, sepse duket sikur dua t'i bëj paraqitje vetes. Po unë duhet t'i jap shembullin e vetes. Unë nuk kam pas asnjë mundësi në jetë. Absolutisht asnjë mundësi. Edhe shkollën e lartë e kam marruar në vitet 90. Një njeri diskriminuar nga regjimi etj. Unë atje në fshat ku jam rritur, flija mbi libra. Lexoja rrugës kur mbarova gjimnazin nga i fshati im, pjesë e Labris, Delvin dhe në Delvin. Që shkoja, hapja çadën e lexoja. Çdo të thotë kjo. Kjo do të edhe sfidat të tjera pastaj të jashtëzakonshme. Kjo në një farë mënyrë dhe njerëzit thoshin kishte çmendur. Unë kisha brenda atë vetes time, atë idealin tim, atë kauzën e jetës time, periudhat, kështu problemet jashtëzakonshme. Dhe arrita këtu ku jam, mund të kisha edhe më tej. Ka rrethana të tjera që më kanë penguar pastaj edhe në këtë drejtim. Prandaj, kjo është pastaj relative shoqëria, padyshim që se suksesi nuk mund të arrihet një lloj këtu dhe në Amerikë, sepse ne nuk do kishim një Elon Musk, po të ishte në Turqi, ose në ishte në Ballkan. Nuk do ishte. Se atje është bota është e lirë. Ka njeriu. Ju e gjeni te mungesa e lirisë një pengesë për suksesin apo jo? Është edhe shoqëria, është ambienti shoqëror. Po pra, po me kufit dhe këtë do ta trajtojmë. Po se atje ka një standardi shoqërisë shumë i lartë. Atje pera herës mund të rrezikohet demokracia, po ka struktura që ata e korrigjojnë këtë gjë dhe bindin njerëzit. Ajo që ndodhi në Amerikë, për shembull në gjykimin tim, se nuk e atribuohet vetëm Donald Trumpit ose ai është vetëm personifikimi. Po Partisë Republikane, se unë kam ndjekur me shumë vëmendje, edhe për kulturë për vetë. Atje kishte liri që të dilte Elon Musku, të dilin personalitetet, të dilte ai Vivek Ramaswamy, po të dilte ai, ai është gjeni, nuk është zakonshme. Atje janë ato idetë e Amerikës të madhe, tek ai janë idetë. Po ka edhe personalitete të tjerë, të cilët sepse ndeshja është, po triumfoi kjo, dhe triumfoi arsyeja. Domethënë, atje ekziston kjo gjë. Këtu ka, s'është kultura, nuk janë kushtet, nuk janë rrethonat shoqërore.